Këto janë pamjet e grabitjes së një pike të kombimit valutor brenda një qendre tregtare në zonën e Pesmajt këtë të njëjtën në Tiranë. Autori hyri brenda me kapuç në kokë dhe shkoi direkt drejt sportelit, ku sipas policisë në kërcënimin e një sendi në dukje si armë kërcënoi punonjësen t'i jap një sasi parash që kishte aty. Kjo e fundit mësohet se fillimisht ka bërë rezistencë, por në presionin e armës në dukje është dorëzuar dhe ka dhënë paratë. E gjitha ndodhi brenda një kohe të shkurtër. Autori me sasinë e parave që sipas të dhënave të para shkon deri në 1.2 milion lekë të vjetra, u largua me shpejtësi nga pika e këmbimit valutor që ndodhet në katin e parë të qendrës tregtare. Ky ka qenë momenti kur punonjësja ka ngritur alarmin për grabitjen. Pasi ka dalë nga qendra tregtare, autori ka marrë një motor dhe është zhdukur në rrugicat e zonës së Pesmajt. Ekspertët e policisë kriminale sekuestruan pamjet e kamerave të sigurisë si prova për të identifikuar autorin e dyshuar, që sipas të dhënave përdori një çakmak në formë pistolete për grabitjen. Kjo ishte grabitja e dytë në harkun e pakjavëve në kryeqytet në institucione financiare. Në mes të shkurtit, 58 vjeçari Bardhyl Fusha i armatosur me Kalashnikov grabiti një degë të Fibank në zonën e ish parkut të autobusëve në kryeqytet, por u arrestua nga policia në derë të bankës.